Njerëzit në ditët e sotme, çdo kush mund të krijojë video apo në rrjetet sociale dhe të thotë lloj budalliqesh, pa e kuptuar në fakt që ka shumë pasoja për këtë gjë, sepse ti mësosh të tjerëve diçka që është gabim, ose iluzion, ose e gabuar, ose e rrem, do të paguash dhe karmat atyre që ke mësuar. Por sot në ditët e sotme, njerëzit janë shumë të varur nga më bëj subscriber, bëj follower, më ndiq këtë në mënyrë ose për fitime të tyra vetjake, apo jo, ose edhe për ego, ka shumë njerëz që duan të dëgjojnë. Pra, duhet kemi parasysh që ka pasoja. Dhe varet ti a dëshiron, ti nuk duhet të zgjedhësh të shohësh lloj gjëra. Pra, media sot po bën një manipulim shumë të madh mendor, jashtëzakonshëm. Sepse kështu është energjia dhe ata e shfrytëzojnë këtë gjë. Por njeriu vetë duhet ketë pra diskriminim, duhet të dallojë që shikoj, më mirë mos ta shoh të, më mirë ta shoh të. Ka efekte, është dramatike për trurin të fusësh kaq shumë plera në trurin tënd me dëshirën tënde, sepse të mungon logjika. Prandaj duhet bërë meditim lotososhën që të fitosh logjik, të shikosh kush gënjen, kush e ka të vërtetë. Duhet ta fitosh të diskriminim duke bërë qëndërzimin e trupit dhe qëndërzimin e zërit, për ndryshe do të mashtrohesh. Edhe do të vuash pastaj sigurisht. Edhe të duket sikur ke marrë dhe dituri, ndërkohë që s'ke mësuar asgjë. Thjesht trauma në tru.